Prokuroria përpiqet të largojë provë shfaqësuese në favor të zotit Thaçi, mbi bazën se ai siç pretendon prokuroria, nuk ishte pjesë e rrethit të brendshëm të shtabit të përgjithshëm, pjesë të cilit ishin të akuzuarit, dhe ai nuk kishte besimin e plot të gjithë pjesëtarëve të UÇK-s, përfshirë disa antarë të shtabit të përgjithshëm. Deri tani, jurisprudenca e gjykatave ndërkombëtare të tribunaleve ka konkluduar se NATO e ka ndërhyrë ushtarakisht në Kosovën në 99 në përgjigje të një NKP-je serbe, që filloi më vonë se tetori 98. ZPS-ja kërkon juve që të arrini përfundimin vetëm në bazuar në direksionit që UÇK-ja ishte ajo që kishte antarja apo administratoria e një ndërmarrje përbashkët kriminale muaj edhe për vite më përpara, dhe jo më vonë se marsi 98. Më vonë jurisprudenca e TPN-s ka konkluduar se ishte udhëheqësi serb presidenti Milan Milutinović, që nuk kishte përgjegjësi penale për ngjarjet e Kosovës në 98-99 për shkak se ai ishte një figurë politike që nuk ka patur kontroll mbi forcat e RFI-s dhe në këtë mënyrë nuk ka dhënë kontribute të ndjeshëm ndaj NKP-s. ZPS-ja po ju kërkon juve që të përfundoni që pavarësisht presidenti serb i shtetit të organizuar nuk ka patur përgjegjësi penale për krimet masive të luftës dhe krimet kundër njerëzimit, për shkak se nuk ka patur kontroll efektiv. Vetëm bazuar mbi deduksion, ju duhet të konkludoni që udhëheqësi politik i shqiptarëve të Kosovës dhe UÇK-s, një grup i armatosur jo shtetëror i cili kishte ekzistuar vetëm për disa muaj, ka patur kontroll efektiv dhe ka marrë përgjegjësi penale. Ky rezultat do të jetë perversion historik dhe një padrejtësi ligjore dhe historike. Argumentet e ZPS-s nuk përbëjnë interpretimin më arsyeshëm të vetëm të provave, që është standardi që duhet arritur me qëllim që ju të rishkruani historinë e Kosovës në këtë rast dhe për ta gjetur fajtor Hashim Thaçin. Ka dyshime të bazuara të mjaftueshme për ju që ta falni atë, që ta shfaqni atë jo fajtor për të gjitha pikat e akuzës.